Zdi sa e keni trolla fypin në TikTok, po çaj mund s'kam dal. Profili propaganduesi Koreas Veriut. Edhe çfarë posh. Në TikTok është një profil me 200.000 followers, sa e shpesh edhe me miliona views, i cili shpërndon video prej Koreas Veriut. Shpërndon video të Kim Jong-un duke biseduar me njerëz, duke vizituar fabrika, me ushtrie, lloj video. Nuk muj me thon me 100% siguri që është profili origjinal i Koreas Veriut, po nëse nuk është, nuk po më marr mendja që kish më qenë shumë lehtë me i marr këto pamje. Përndryshe, Korea Veriut ka filluar me leju turist nga vendet huaja brenda vendit. Në fillim të 2024 janë leju turist rus, e veç 2025 janë leju edhe tjerë nga Evropa e Amerika. Por kjo vizitë është leju veç qytetin e Rason, cilin Korea e Veriut e ka shpoll zonë të veçantë ekonomike. Në këtë vizitë kanë po fabrika, dyqane, qytetin edhe statujat e liderëve, ama tash prapi kanë ndaluar vizitat pa dhënë arsye. Ky qyteti Kukull, në cilin janë leju turistët, Rason, është një shpoll zone veçantë ekonomike në vitin 1991, që do me thonë se ky qytet përdoret për me testu politika të reja ekonomike, si rritjen e telefonave, një sistem pagesave me kort, po edhe shumë rregulla tjera që në qytete tjera nuk i kanë. A kishit pas qef ju me vizitu Korenë e Veriut? Unë për veti po. Nëse ju pëlqej kjo video, follow Radio Urban FM 103.5 në kretë rrjetet sociale edhe subscribe në YouTube.